gatim shumë i shpejt, shumë i shijshëm, domos për ato që janë anemikë dhe kanë mungesë ekuri, është gatim perfekt edhe i domosdoshëm. Gatimin e radhës doja lej për fjerzat. Unë kam përzgjedh këtë fjerzën jeshile. Tashi do ta vej pak një 5 minuta në val, gjon çaj, jo go, po filxhan çaj, për 3 persona, dhe i hudh pak ujë, sa të mori një val dhe ujin e parë unë ja der, tamam si pjesa e groshës. Tashi i mbyll sa të marrin val. Ja dhe fjerzat, të zinë 5 minuta, tashi marr dhe i largoj. I hedh ujë të ngrohtë, se do t'i zinë në val të ngrohtë tashti, jo me ujë të ftohtë më, që të mos prishet forma e fjerzës. Nuk i hedh asgjë, në fund do t'ja vazhdoj procedura, as qefa, as hudhër, asgjë. Për mu tashti këto janë gjysmë të zime, pun 20 minuta është dun të përfundoj, dhe marr dhe i skuq qepën. Vaj është vaj ullini, bëjni me çfarë do vaj tjetër. E sa të ngrohet me njerë do hedh qepën. Kam ngri një qep mesatare për këtë mas dhe një spec jeshil. Ju kam thonë, me ç'të mundeni në frigorifer, çamani, jeshil, i kuq, i verdh. Këtë e kam spec, pak djegës, është shumë djegës, pra ne po i gjysmë. Ushqyeshme, e dini dhe vetë, se dhe proteinat kjo jeshilja i ka shumë të larta. Prandaj dhe e përzgjodha jeshile. Tash e ngrej dhe pak, që të bëhet, se kisha ullë fare, i hudh pak kryp, qepës që më tretet, edhe e ka vërdis, tash ja avash. Tash i qepa u ka vërdis si që duhet, marrja dhe i hedh pelten e domates, që të tretet mirë, unë do t'i hedh i qik nga longu, do t'i hedh nga longu i fjerzave, munojnë të katë një këtë. Tash i marrë dhe i hedh dhe këtë lugën e specit, edhe i lej të marrin val. Sigurisht do i hedh edhe i qek kryp. Tash i salca në rregull, është bë pelte ashtu si që duhet. është plaj dhe pak ftere. Ja, do ujë të nxehtë gjithmonë, që të maj dhe ngjyrën jeshile. Ashti ja për një 10 minuta të marri shijen dhe aromën e salsës që pregatita. Do t'a provoj dhe i herë për kryp, do t'i hudh edhe pak voj ullini sipër. Ja, do t'i hudh gati 2 lugë gjelle janë këtu. Ashti e provoj dhe për kryp. Këto duhet t'jem pak të plota, jo të holla, se trashen dhe vetvetiu këto. Duke i lënë, ato trashen komplet, po do t'i provoj pak për kryp, se kështu e kam adetin unë, fund, maroj procedurën time të gatimit, jo, do edhe pak kryp. E kisha lënë mangut. Ashi e lej, rreth 10-15 minuta, to e pa avash. Për mund, dreka është e përfundume, fjerzat janë bë, nuk duhet i lej më të trashen, sa ti heqysh, trashen vetvetiu, edhe është tamam si pun supe, as e trash, as e holl, tamam mesatare, ashtu si që duhet, është dhe pak pikante, se speci ishte pak pikant dhe është bërë shumë e mirë.
Provojeni se do ngelni të kënaqur.